kojnë të gjelozoj, me çdo fjalë të ti ketoj, por ti fare mos. Organizata jo qeveritare Edukata organizon tribun me rastin e përfundimit të vitit akademik 2009-2010. Me çdo fjalë të ti ketoj, por ti fare mos supret, s'të dëmtojnë asa një qere. Në këtë tribun marrin pjesë intelektual të njohur si Milazim Krasniqi, Naser Rugova, Ibrahim Makolli, Fadil Maloku, Shevqet Krasniqi dhe artistë të njohur Adem Mikolovci, Basri Lushtaku, Adem Ramadani, Ferki Shala, grupi Aurora e të tjerë. Është Allahu që të shpërblen, mos kide për tjetër se. Tribuna mbahet në sallën 1 tetori në Prishtinë të mërkurën më 2 qershor në orën 18:30 minuta. Hyrja është gratis për të gjithë. Ju mirëpresim. Organizata jo qeveritare Edukata. Jesh patim për këtë shoqëri, është Allahu që të